ju thatë që është bërë një grup nga Partia Demokratike, të cilët do të shkojnë, nëse nuk gabohem, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të patur një takim. Për çfarë bëhet fjalë dhe kush janë ata të cilët do shkojnë? Unë në fillim të emisionit thash që ditën e hënë do të kemi zhvillime të forta përfaqësues të rëndësishëm të Partisë Demokratike në nivelet më të larta të Shtetet Bashkuara të Amerikës, të cilët do të kenë takime në kuadër, po themi, të NATO-s, në Departamentin e Shtetit, në përfaqësues amerikan, pra për t'ju treguar se pas rezolutës që duhet ta flasim rezolutën që erdhi nga Brazili, pas asaj rezolute e cila është shumë e rëndësishme ku përpoqen të hedhin baltë. Nuk mund të hedhësh baltë mbi 100 e ca shtete të cilat patjetër kanë përfaqësues të tyre. Të lutem, parti, s'ka rëndësi, po parti. Përfaqësues, po janë edhe shtete pas partive. Si tash, dhe për herë të parë, Shqipëria ka një përfaqësues. Dhe ne për këtë gjë duhet jemi krenar. Unë do të isha, të lutem, zëvendës president, pra, këtë pra po them. Më lejo për ta thënë. Po pra, më lër ta mbaroj. Të lutem, unë do të isha shumë krenare. Unë do të isha shumë krenare që edhe Partia Socialiste të ishte në nivelet ndërkombëtare zëvendës president të Partisë Socialiste. Sepse i bën der Shqipërisë.